Një aksident me fatalitet ka ndodhur gjatë paraditës të së enjtës në qytetin e Vushtrës, ku nga ky aksident i vdekur mbeti një person dhe 7 të tjerë u lënduan. Më saktësisht, ky aksident ndodhi rreth orës 8 të mëngjesit, e lajmi në lidhje me këtë aksident e ka konfirmuar zëdhënësi i policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës, Avneza Hite. Thuhet se ky incident ka ndodhur gjatë transportit të nxënësve nga fshati Dubëc, ku si pasojë e këtij aksidenti, shoferi i autobusit Hajzer Sadiko ka humbur jetën, ndërsa disa nxënës janë lënduar e që të cilët po trajtohen në emergjencën e spitalit Sheikh Zayed në Vushtrë. Zahiti tha se nga hetimet e para të zhvilluara deri tani në vend ngjarje, thuhet se si shkaktari i aksidentit dyshohet të ketë qenë pakujdesia dhe mos përshtatja e shpejtësisë me kushtet e rrugës, ku përpasoj vetura ka përfunduar jashtë rruge. Gjithashtu Zahiti njoftoi se me urdhër të prokurorit, trupi i pajeti i viktimës është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore. Detaje kanë dhënë edhe nga Spitali i Vushtrës, duke treguar për gjendjen e të lënduarve. Nga spitali thuhet se gjendja e nxënësve është përgjithsisht stabile. Një nxënëse është referuar për trajtim në Prishtinë në qendrën klinike universitare të Kosovës për shkak të lëndimeve pak më të rënda, ndërsa të tjerët janë liruar duke ju rekomanduar edhe konsultimin me mjekët dhe trajtimin e më tutjeshëm. Gjithashtu në lidhje me këtë ngjarje të trisht ka reaguar edhe kryetari i komunës së Vushtrës, Ferit Idrizi, përmes një telegram ngushëllimi. Me pikëllim të thellë mora lajmin për një ngjarje tragjike që ka ndodhur në komunën tonë gjatë paraditës së sotme. Në një aksident që ka ndodhur gjatë transportit të nxënësve nga fshati Dubës, komuna jon ka humbur një burr të ndershëm e një qytetar të përgjegjshëm, shoferin e kësaj linje Hajzer Sadiko, ndërsa janë lënduar edhe disa nxënës të cilët tashmë janë duke marrë trajtim në emergjencën e spitalit Sheikh Zayed në Vushtrë. Në emër të komunës sonë i shpreh ngushëllimet më të thella familjes Sadiko, ndërsa nxënësve të lënduar ju uroj shërim sa më të shpejtë. Aksidentet rrugore në Kosovë janë një shqetësim i madh, duke shkaktuar humbje të jetëve e lëndime të rënda. Shpesh ato ndodhin për shkak të shpejtësisë së madhe, të mos respektimit të rregullave të trafikut dhe kushteve të këqija të rrugëve. Por pavarësisht përpjekjeve të autoriteteve për të rritur ndërgjegjësimin dhe për të përmirësuar infrastrukturën, numri i aksidenteve mbetet akoma shqetësues.